Shkencëtarët paralajmërojnë për nxehtësi rekord ekstreme dhe një rrezik në rritje për tejkalimin e pragjeve kryesore të ngrohjes globale deri në vitin 2030, përgatitur për disa vite me nxehtësi edhe më të lartë që shtyn tokën drejt ekstremeve më vdekëprurse, të zjarrta dhe të pakëndshme. Parashikojnë dy nga agjencitë më të mira të motit në botë. Ka një mundësi për 80% që bota të thyejë një tjetër rekord vjetor të temperaturës në 5 vitet e ardhshme dhe është edhe më e mundshme që të tejkalojë përsëri pragun ndërkombëtar të temperaturës vendosur 10 vite më parë, sipas një parashikimi 5 vjeçar të publikuar nga Organizata Botërore Meteorologjike dhe Zyra Meteorologjike e Mbretërisë së Bashkuar. Me çdo të 10 gradë që bota ngrohet nga ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu, ne do të përjetojmë ngjarje me frekuencë më të lartë dhe më ekstreme. Për herë të parë ekziston gjithashtu një shans megjithëse i vogël që para fundit të dekadës temperatura vjetore botës të tejkalojë objektivin e Marrëveshjes së Parisit për klimën, për kufizimin e ngrohjes në 1.5 gradë Celsius dhe të arrijë një nivel më alarmues për 2 gradë Celsius ngrohje që nga mesi i viteve 1800, thanë të dy agjencitë. Shkencëtarët llogaritën se ekziston një mundësi për 86% që një nga 5 vitet e ardhshme të tejkalojë 1.5 gradë dhe një shans për 70% që 5 vite në tërësi të jenë mesatarisht më shumë se ajo pikë referimi globale. Projekcionet vijnë nga më shumë se 200 parashikime, duke përdorur simulime kompjuterike të drejtuara nga 10 qendra globale shkencëtarësh. 10 vjet më parë të njëjtat ekipe llogaritën se kishte një shans të ngjashëm të largët rreth 1% që një nga vitet e ardhshme të tejkalonte atë prag kritik për 1.5 gradë Celsius. Pastaj ndodhi vitin e kaluar, këtë vit një temperaturë për 2 gradë Celsius mbi vitin paraindustrial hyn në ekuacion në një mënyrë të ngjashme, diçka që ekspertët e fushës e quajnë tronditse. Teknikisht edhe pse viti 2024 ishte 1.5 gradë Celsius më i ngrohtë se koha paraindustriale, pragu i Marrëveshjes së Klimës së Parisit është për një periudhë kohore 20 vjeçare, kështu që nuk është tejkaluar. Duke marrë parasysh 10 vitet e fundit dhe parashikuar 10 vitet e ardhshme, bota tani është ndoshta rreth 1.4 gradë Celsius më nxehtë që nga mesi i viteve 1800, sipas Organizatës Botërore Meteorologjike.